Mirëmbrëma, shikues të ekranit të Channel One, ju ftoj të na ndiqni në edicionin qendror të lajmeve për të informuar mbi zhvillimet kryesore të ditës. Pa humbur kohë, do të nisim me materialin e parë. Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Zhvillimit Urban nënshkruan sot një marrëveshje bashkëpunimi e cila synon hartimin e një plani të ri zhvillimor që i përgjigjet territorit aktual të Tiranës me 24 njësi të reja administrative, duke rrëzuar kështu planin aktual të hartuar nga ish kryetari i Bashkisë Lulzim Basha. Gjatë fjalës së tij Velia i njoftoi gjithashtu edhe pezullimin e të gjitha lejeve të ndërtimit. Kryetari i Bashkisë Erion Velia i ka nënshkruar marrëveshjen e parë me qeverinë dhe pikërisht me Ministrinë e Zhvillimit Urban. Marrëveshja synon hartimin e një plani të ri zhvillimor që do t'i përgjigjet reformës së re territoriale. Velia gjatë fjalës li konfirmoi edhe një herë se lejet e ndërtimit do të ndërpriten deri në një plan të ri zhvillimi. Ne parashikojmë që brenda një viti Tirana të ketë një plan zhvillimi të mirëfillt, i cili do të jetë programi me cilën do të zhvillojmë të gjitha pjesët e Tiranës, si ato qendrore, ashtu dhe ato të periferisë që përbën 24 njësitë e Tiranës. Nga sot pezullohen lejet e ndërtimit derisa ne të kemi një plan afatgjatë të zhvillimit të qytetit në bazë të këtij bashkëpunimi me Ministrinë e Zhvillimit Urban. Nga ana tjetër, Ministre e Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni, theksoi se ka ardhur koha e përfundimit të një kaosi në zhvillimin e territorit dhe zhvillimin urban në Shqipëri. Mendoj që ka ardhur koha e përfundimit të një kaosi në zhvillimin e territorit dhe zhvillimin urban në Shqipëri. Tashmë njësitë e reja vendore, me hapësira dhe mundësitë që kanë, me kapacitetet njerëzore dhe resurset që kanë, në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, me ekspertizë të huaj edhe kombëtare, do të hartojnë planet e tyre që do të shërbejnë si burim apo si bazë për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social të këtyre njësive. Vendimi për pezullimin e lejeve të ndërtimit ishte një nga premtimet e kryebashkiakut Erion Veliaj përpara zgjedhjeve të 21 qershorit. Këshilltarët e Partisë Demokratike në Bashkinë e Tiranës në kërkesën e parë drejtuar kryetarit të bashkisë i bën thirrje për zhbllokimin e vendimit për banesat sociale. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kritikuan kryebashkiakun Veliaj se po e përdor postin vetëm për imazh mediatik. Këshilli Bashkiak i Partisë Demokratike në një deklaratë për mediat i është drejtuar kryetarit të ri të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj që të nisë menjëherë punën dhe të lërë me një anë shohun mediatik. Kërkojmë kryetarit të sapo zgjedhur të Bashkisë Tiranë të heqë dorë nga shohu mediatik dhe të fillojë seriozisht nga puna për Tiranën dhe të fillojë menjëherë shpërndarjen e banesave sociale, një procedurë të jetë e dhimbshme e penguar prej tij dhe shefit të tij politik. Kërkesa e parë e opozitës është nisja e shpërndarjes së banesave sociale, pasi janë 200 familje të cilat presin ditaditës. Që këto banesa kanë përfunduar, ka më shumë se një vit që janë kryer të gjitha procedurat në mënyrë tejet rigoroze ligjore për shpërndarjen e tyre, por për fat keq si kundërimi ndjeni prej më shumë se 5 muajsh, familjet që kanë përfituar nga ky moment do të thoya shumë i rëndësishëm dhe decisiv për jetën e tyre, mbi 200 familje, e theksoj edhe një herë prej 5 muajsh tashmë privohen nga e drejta më humane për të patur një streh banimi. Është e turpshme që shefi i tij politik ka vijuar që atëherë asaj kohe të bllokojë këtë procedurë dhe vazhdon tashmë me zvaritjet. Banesat sociale në Tiranë kanë përfunduar para 2 vitesh, por gjatë kësaj kohe ato kanë mbetur të pashfrytzuara si pasojë e konflikteve dhe debateve të forta që kanë hapur në Këshillin Bashkiak. Këto ndërtesa kanë në fokus të tyre strehimin e familjeve në nevojë me çmime më të lira nga ato që qarkullojnë në treg. Deri më tani në Bashkinë e Tiranës janë dorëzuar 500 dosje, ku vetëm 200 prej tyre plotësojnë kriteret. Tirana do të ketë 24 administrator me ndarjen e re territoriale. Kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit Erion Veliaj prezantoi trupën qeverisë së të Tiranës në një ceremoni të organizuar në ambientet e bashkisë. Administratorët janë propozuar nga partitë politike në koalicion me Partinë Socialiste, por si do të jetë harta e re territoriale e Tiranës dhe si janë ndarë administratorët, për këtë ne do të ndjekim materialin në vijim. Tirana, kryeqendra e Shqipërisë me një sipërfaqe mbi 1200 km2, do të ketë 24 administrator, respektivisht 11 prej tyre do të shërbejnë në ish njësitë bashkiake të qytetit, ndërsa 13 do të jenë administrator të ish komunave të Tiranës. Administratorët janë përfaqësues politik të përzgjedhur nga Partia Socialiste dhe aleatët e saj në koalicionin e zgjedhjeve lokale,
respektivisht LSI, PDIU dhe FRD. Në momentin e parë që në Bashkinë e Tiranës shfaqet një person i cili vjen dhe kërkon këtu certifikatën, sepse nuk e gjeti derën e hapur në njësinë, vjen kërkon këtu celebrimin, sepse nuk e gjeti derën e hapur në njësi, vjen dhe kërkon këtu shpjegime ose ndim për diçka që është njësia administrative, është në fakt shenja e parë që njësia nuk po funksionon. Administratorët e Tiranës duket se e nisin detyrën me shkurtimin e stafeve në ish-njësitë bashkiake dhe ish-komunat e Tiranës. Tirana, ku jeton më shumë se gjysma e popullsisë së vendit, do të ketë edhe kuotat gjinore në vendimarrje, por gratë janë besuar të administrojnë vetëm qytetin. Para gjykimit gjinor, duket se i ka penguar të qeverisin komunat. Do të vjojmë me të tjera zhvillimet të ditës. Një avari teknike në stacionin e pompimit të Bërxullës ka lënë pa furnizim me ujë disa lagjet e Tiranës. Ndërmarrja e ysjellës kanalizimeve e kryeqytetit njoftoi se për shkak të një defekti elektrik në këtë stacion pa ujë kanë mbetur zona Ysberisht, rruga Tredëshmorët dhe ajo e njohur si Unaza e Re. UKT njofton se grupet e punës janë në vendin e ngjarjes duke punuar për riparimin e defektit. Edhe pse u investuan 3.5 milion euro, impjanti për pastrimin e ujrave të zeza në qytetin e Vlorës është tërësisht i amortizuar. Këtë fakt e pranoi edhe vetë Ministri i Transporteve, Edmond Agjinasto, ndërsa shtoi se do të duhen edhe 4.2 milion euro të tjera për funksionimin normal të tij. Impjanti pastrimi të ujrave në Vlorë, një investim për 3.5 milion euro në fazën e tij të parë, është degraduar tërësisht. Konstatimi është bërë dhe nga Ministri i Transporteve Edmond Agjinasto gjatë inspektimit të bërë, shoqëruar dhe nga kryebashkiaku Dritan Leli. Agjinasto pohoi se impjanti dhe projekti i tij për fazën e dytë të investimit me vlerë 4.2 milion euro duhet ripar, ndërsa e cilësoi të vjetruar teknologjinë e vaskave dhe pjesëve të tjera përbërëse të kësaj vepre depurimi. Situata nuk është as pak e mirë. Impjanti vetë është jashtë funksionit, lidhja me rrjetin e kanalizimeve të qytetit Vlorës nuk është funksionale, ka disa bllokime të kolektorëve kryesor. Teknologjia e përpunimit të ujit këtu është, do thoja, shumë e vjetruar. Prandaj duhet sa më parë që faza e dytë e ndërtimit të këtij impjanti kaq të rëndësishëm për qytetin e Vlorës dhe veçanërisht për zonën e Bregdetit, të bëhet sa më parë. Kreu i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, vlerësoi se projekti riabilitues do jetë prioritar. Ndjeshmëria më e lartë do të sjellë gjithmonë rezultate më të mira. Dhe unë jam duke ndjerë dhe duke perceptuar këtë çdo ditë, dhe sigurisht që ndihmesa e qeverisë do jetë prezente në çdo ditë në 4 vitet që vinë. Më herët, po në qytetin e Vlorës, Ministri Agjinasto inspektoi dhe punimet që po kryen për shtrimin e rrjetit të kanalizimeve të ujësjellësit. Partia Demokratike denoncoi koncesionin për shërbimin e dializës në sistemin e shëndetësisë, duke e cilësuar atë si korruptive që po ofrohet vetëm njerëzve të afërt me kryeministrin Edi Rama. Partia Demokratike thotë se ofrimi i një shërbimi të tillë kushton 10 herë më pak. Sipas ekspertëve të fushës, mjafton 1/10 e kësaj shume për të përmirësuar shërbimin ekzistues e për ta bërë atë funksional. Edi Rama jo vetëm po jep 61 milion euro klientët të tij, por po e nxjerr dhe këtë shërbim jashtë sistemit duke ia besuar njerëzve të tij për interesa biznesi dhe jo për interesat e shëndetit të qytetarëve. Edi Rama ka shndruar shëndetësinë në minjer përfitimesh financiare me koncesionet e një pas njëshme që po jep përmisht dhe donatorët e tij. Premtoi shëndetësi falas, por pas 2 vite shëndetësia është bërë pazari më i madh në vend. Kushtet janë në ditën më të keqa. Qytetarët po paguajnë më shumë se asnjëherë tjetër. Shërbimi është skandalos, ndërsa miliona euro përpërfundojnë në xhepat e klientelës. Kudo në çdo sektor të shëndetësisë Edi Rama po zbulon biznese milionash me skema mafioze të rimbursimit të ilaçeve e me koncesione që i përfitojnë të afërmit e kryeministrit. Kjo është goditja më e madhe që i është bërë shëndetësisë me pasoja të rënda që do të kërkojnë shumë kohë e shumë mund të rikuperohen. Partia Demokratike nuk do ta lejojë këtë biznes monstruoz me jetën e qytetarëve të vendit. Ne garantojmë qytetarët se do të anulojmë çdo koncesion korruptiv dhe do të vëmë përpara ligjit përgjegjësit sapo qytetarët të na japin besimin e tyre për të drejtuar vendin. Ju faleminderit.
Do të vijojmë me zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Shtëpia e Bardhë është mbyllur përkohësisht pasi një grua tentoi të kalonte zonën e sigurisë. Rrjeti amerikan CBS News shkruan se gruaja është ndeshur me oficerët e sigurisë, të cilët menjëherë i kanë vendosur prangat. Identiteti i gruas dhe synimet e saj ende nuk dihen, ndërsa bëhet e ditur se menjëherë kanë nisur hetimet për zbardhjen e kësaj ngjarje, ndërsa ende nuk dihet se kur do të hapet edhe një herë shtëpia e Bardhë. Australia është përfshirë nga zjarret masive, një vatër e madhe zjarri po kërcënon zonën malore të Blue Mountains. Erat e forta kanë ndikuar në përhapjen e tij me shpejtësi, ndërkohë që më shumë se 100 zjarfikës janë angazhuar për të neutralizuar edhe flakët e zjarrit. Një vatër e madhe zjarri po kërcënon zonën malore Blue Mountains në Australi. Të shtunën erat e forta kanë ndikuar në përhapjen e tij me shpejtësi. Më shumë se 100 zjarfikës janë angazhuar në neutralizimin e flakëve, teksa banorët kanë qëndruar zgjuar gjithë natën për të mbrojtur pronat e tyre. Nuk kemi fjetur as një minutë, kemi qëndruar zgjuar për gjatë gjithë natës nga prika e zjarrit. Zjarret në dimër janë të pazakonta, por autoritetet mendojnë se shkak i tyre mund të jenë rreshtet e pakta në muajt e fundit. Është motë shumë i thatë në këtë stin. Edhe pse jemi në dimër, mungesa e rreshjeve është një nga faktorët që nxit zjarret në male. Forcat zjarfikse do të qëndrojnë në gatishmëri të lartë për të lehtësuar situatën dhe mbi të gjitha për të mbrojtur jetën dhe pronat e banorëve. Do t'jemi sërish me të tjera zhvillime nga bota. Mediat britanike konfirmojnë se avioni i rrëzuar në Britanik ishte në bord familjarët e ish terroristit Bin Laden. E përditshmja londineze Daily Mail raporton se mes viktimave janë njerëka dhe motra e Osama Bin Laden. Rrëzimi i avionit të vogël privat në një qendër makinash të nxjerra në Ankan në Hampshire të Anglisë i ka marrë jetën 4 personave, piloti dhe 3 pasagjerëve. Media britanike Daily Mail shkruan se avioni ishte nisur nga Malpensa dhe i përkiste familjes së Osama Bin Laden. Dyshohet se mes viktimave është njerëka dhe motra Osama Bin Laden, terroristi të vrarë. Avioni një Phenom 300 me kapacitet deri në 9 persona u rrëzuan në përpjekje për të ulur në aeroportin Blackbash në Britani. Dyshohet se aksidenti ajror ndodhi pak kohë pas ngritjes nga pista, por burime nga aeroporti bëjnë të ditur se avioni ishte në pritje të marrjes së drites jeshile për të ulur në aeroport. Autoritetet britanike ende nuk kanë bërë të ditur shkaqet e aksidentit. Në vijim ju ftoj të ndiqni në vetëm pak minuta të tjera zhvillime nga arena ndërkombëtare që vijnë për ju në mënyrë të përmbledhur. Një pjesë e avionit që ekspertët besojnë se është e fluturimit Malaysia Airlines 370 ka mbërritur në Francë për të inspektuar. Një zyrtar malezian tha se objekti identifikuar si krahu i avionit do t'i nënshtrohet ekspertizës. Avioni Malaysia Airlines është ngritur në fluturim nga Kuala Lumpur për në Pekin, duke krijuar një nga misteret më enigmatike në historinë e aviacionit. Avioni mbante 239 pasagjerë dhe ekipazhin. Punëtorët francez kanë hyrë në grev, pasi fushata e ndërmarrë në tunelin e kalajsës ka lënë shumicën e kamionëve në kufi, ndërkohë që ministri i brendshëm Brandon Lewis tha se kjo çështje kërkon kohë e nuk mund të zgjidhet menjëherë. Më shumë se 5.000 emigrantë tentojnë të kalojnë përmes tunelit për në Mbretërinë e Bashkuar. 61 vjeçari Roddy Piper është ndarë nga jeta pas një ataku kardiak. I njohur ndryshe si Roddy, ai është një ikonë e sportit të njohur si wrestling. Ai nisi karrierën e tij në këtë sport që në vitet 80. Një media amerikane publikoi pasurinë e ish-zonjës së parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hillary Clinton. Pasuria e saj kapte shifrën e rreth $140 milion, ndërsa nuk mungonin edhe miliona dollar taksa të paguara ndaj shtetit. Teksa Hillary Clinton ka hedhur kandidaturën për presidente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mediat publikojnë të ardhurat e ish-sekretares amerikane të shtetit. Rrjeti amerikan ABC shkruan se Bill dhe Hillary Clinton kanë mbledhur një shumë prej $140 milion në 8 vitet e fundit. Gjatë kësaj periudhe, Clinton ka paguar rreth $43 milion në taksa federale dhe rreth $13 milion
në taksat e shtetit, ndërsa $15 milion në donacione bamirësie. ABC shkruan se shumë e takseve paguar është në kontrast me deklaratat e Clinton një vit më parë, se kur ajo dhe bashkëshorti u larguan nga shtëpia e bardhë, ishin trok. Me njërë në një deklarat për shtyp, Clinton pranon se është penduar që ka dhënë atë deklarat. Unë kam punuar shumë gjatë kohës që u largova nga shtëpia e bardhë. Unë dua që të gjithë amerikanët të kenë më shumë mundësi për të punuar, ashtu siç e bëm edhe ne. Duhet të udhëhiqemi nga parimet të thjeshta, përfundoi ish-zonja e parë, Hillary Clinton. Do ndryshojmë krejtësisht temën e informacioneve tona, pasi një shfaqje unike është parë në qiell, e njohur si hëna blu në mesnat, ka lënë pa fjalë miliona njerëz. Ky fenomen shfaqet një herë në 3 vite, ndërsa momenti i radhës është në vitin 2018. Është një mundësi e rrallë të dëshmosh shfaqjen unike të hënës së ashtuquajtur Blue Moon, kur dy hëna të plota shihen në një muaj e dyta quhet hëna blu. Në vitin 1883, kur shpërtheu vulkani indonezian, Krakatoa në atmosferë u shpërndan aq shumë grimca të hirit të tij, sa hëna mori një nuancë ngjyrë qielli për vite me radhë, natë pas nate. Pas shpërthimit masiv e krahasuar nga shkencëtarët me një bombë bërthamore, mbeturinat vulkanike shkaktuan një perëndim shumë të kuq të diellit dhe hënë ngjyrë të kaltër. Rreth çdo 3 vjet, hëna shfaqet e plot 2 herë në muaj. Për ta riparë duhet të presim deri në vitin 2018. Si çdo fundjavë, kritika letrare vjen kësaj here me librin Gjua e fshehtë e luleve nga Vanessa Diefenbaut. Libri bestseller i shitur në 27 vende të botës flet për një vajzë e cila rrëfen fëmijërinë e saj në një jetimore, ndërsa qetësinë e gjen pikërisht tek një kopësht me lule. Pikërisht ky kopësht me lule do të ishte edhe frymëzimi më tejshëm në jetën e saj. Libri më i fundit i shkrimtares amerikane Jodi Picoult prezantohet këtë fundjavë në kritikën letrare për të gjithë lexuesit. Picoult ka sjellë së fundmi librin Rrëfimtarja. Shumë zëra rrëfimtar përfshihen brenda romanit të Jodi Picoult, duke lidhur fije të kujtimeve të së kaluara me emocionet që trazojnë urat e së tashmes. Veçelësi për të kapërcyer situatën qëndron edhe një herë në forcën e rrëfimit. Është një emër që pak a shumë u bë i njohur nëpërmjet rrëfimeve, tregimeve të saj, të shkurtra dhe ndërkohë shumë agresive, shumë tronditëse. Aq sa mund të thuaj që një tregim mund të ndryshonte botën, mund të shpëtonte një jetë dhe mund të ndërtonte një jetë tjetër, një mundësi tjetër, një fat të ri. Kjo është Jodi Picoult. Një tregim mund të jetë i fuqishëm, mund të ndryshojë rrjedhën e historisë, mund të shpëtojë një jetë, por mund të kthehet edhe në një pengesë. Ku mbetemi të pafuqishëm të reagojmë, të shkruajmë për të çliruar. Seiji, personazhi kryesor, sjell tek lexuesit të gjitha emocionet bashk. Dhe Seiji të trondit me të gjitha përmasat e një historie të vjetër që vjen në gojën e saj, në dorën e saj, në metaforën e saj të mrekullueshme, për t'i thënë njerëzimit që të dy fatet ekstreme janë bashk dhe mund t'a trondisin jetën dhe njeriu, atyre kur nuk bashkohen dhe kur bashkohen. Fati mund t'i përplas, mund t'i bashkoj, mund t'i shkëndijoj, mund t'i bëj agresiv, mund t'i bëj dhe shumë të qetë, por është e pamundur që t'u shpëtoj nga thonjtë e tij. Thonjtë e gjatë të fatit janë në mendjen e gjithë secilit prej atyre që ka pojtur dhe në mendjen e atij që nuk i ka jetuar fare atë kohë, por që do të ngrej diçka të re mbi rrënoja. Është e përfitueshme kjo gjë. Këto janë copëzat e rrëfimeve që të bëjnë tjetër njeri. Edhe të japin mundësi që ti të agravosh brenda vetes sende, të agresohesh ndaj të tjerëve, por edhe të meditosh thellë. Rrëfimi Picoult sjell forcën që jeta kërkon në çdo moment të saj. Libri rrëfimtar mbart mesazhin e radhës nga autorja. Jodi Picoult është një shkrimtare që ditë rrëfej, dita thith vëmendjen e lexuesit, edhe pse janë shumë faqe, dhe të thot njerëzve që të jeni njerëz nuk ka nevojë të na tregojë njëri me gisht, por në përmbajtja jonë
ti tregoj të tjerët me gisht. A është e mundur kjo va? Kjo është e pa mundur. Të ndodhë realisht, por psikikisht po. Subkonscienca, ajo ndërgjeja e thellë e njeriu, arrin që ta kap për flokësh të sotme dhe të ardhmen dhe ta tërheqë svar ose ta mrekulloj me praninë e vet. Gjë tipikore të shkrimtarja, veprat e së cilës janë përkthyer në mbi 30 gjuhë të botës. Me rubrikën e kritikës letrare kemi mbërritur në fund të këtij edicioni lajmesh në mbyllje si gjithnjë. Ju rikujtoj adresën tonë të internetit channelvizuan.al ku do të keni mundësinë të gjeni zhvillimet më të fundit në kohë reale si dhe detaje mbi programet në Channel One. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.